Më thosh, kush fiton finale? Edhe një rezultat, një parashikim. Ku nuk kom pastaj kemi disa pyetje prognozë sportive, edhe nuk di me prognozu, por kësaj herë domethënë unë preferencën tame më me dhon, mendimin tam. Ekipi i Argentinës i ka domethënë jo veç Messi, që është një përparësi në start, edhe psikologjike. Një, e ka fitu një herë, po mendoj kampionatën e kaluar. Po, kaluar. Dy, i ka 2 motive plus, dhe e treta që është shumë ma e rëndësishmja, ekipi i Argentinës nuk është ma veç Messi. Po ju shikoni domethënë që është shumë me rrezikshmënit Nold Alvarezi, është ky Fernandezi, është Martinezi. Domethënë 3 lojtarë që janë superiore po ashtu, dhe karakteri i Scalonit është shumë ma ofër me Simeonen edhe me Atletico Madridin, që është qëndrueshmëri e shkollës Matnold, por unë besoj në shkollën e Spanjës, që po ashtu është shkolla Barcelonës, që të kënaqsh për sy, por me gola fiton Argentina. Me gola Argentina. Okej. Zoti Shala? Shkurt, veç rezultat. Ta njëri tjetër, në shumë vështirë mja qëllu, ka mu konë lojë shumë interesant, edhe kanë mutut shumë për njëri tjetër, edhe s'ka shans me ditë, na i kush ka me fitu, pa që në kush me ndan ti, ose kush dëshiron ti? Do shkojnë të ato vazhdimet që quan të kena me fitu, na shikus, kena mu knash të i pëshirë. Po problemu me Martesi një ndër fitu se për shembull Spanja nuk mund mi bu gabimet e Anglisë. Që ja buni Angli, hajde po ina. Nuk e bën Spanja atë gabim. Jo, më shumë me më shumë gjasë është Spanjën. Spanjën. Nëse shohim sistemin kolektiv dhe mënyrën që funksionojnë si ekip me vetë, mendoj që më shumë. A do ta ketë vështirë Trumpi të adresoj kupën e botës ekipit spanjoll, edhe kjo është një farë pyetje që te ka rënë Trump. E ka konfirmuar pjesëmarrjen kupën e botës edhe. I ka interesant që edhe do të jetë ai cili presidenti i Argentinës nuk ka pranuar marrë me këshir finalen. Se kujtues Sanchezi ka me pas problem. Sanchezi kryeministri spanjoll po mendoj. Po shkon vazhdime, edhe shkon penalti. Në penalti kush e fiton është fat tani aty. Mendoj se në penalti kemi me pa lojë. Edhe kam me pas gola, po kam me qenë barës deri në fund. Okej. Kushtra? Kush e fiton, çe di. Do doja të fiton të Argentina, po fiton Spanja. Spanja është më e përgatitur se Spanja e mundi Francën, super Francën me skem, e mund edhe Argentinën pa problem. E ka mujtë edhe Argentina Francën në finale para 4 vjetë.